Çdo pikë gjaku që podhurohet është në ndërim të figurës dhe kujtimit të tij. Baki Ejupi ishte ushtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcës së sigurisë së Kosovës, dhe i njëjti humbi jetën pas një ataku kardiak në vendin e punës 7 vjet më parë. Në 52 vjetorin e lindjes së tij, familjar, miq, bashkëvendës e kolegë zgjodhen ta kujtojnë në këtë mënyrë që sipas tyre do ta bënte më krenar, duke dhuruar gjak e duke ndihmuar në shpëtimin e jetëve të tjera. Për familjen Ejupi, ky aksion tashmë është kthyer në traditë. Vajza e tij, Lirona, thot se babai i saj kishte qenë vetë dhurues i rregullt i gjakut dhe se përkujtimi përmes kësaj vepre është mënyra më domethënëse për ta nderuar veprimtarinë e tij. Është nder i madh për neve si familje që kjo aksion është bërë i rregullt tashmë. Ai ka qenë dhurues i rregullt i gjakut dhe në shenjë të përkujtimit të tij ne sot e përkujtojmë atë në 52 vjetorin e lindjes së tij me një akt humaniteti siç është dhurimi i gjakut. Normalisht ne familjarisht jemi shumë krenor për jetën dhe veprën e tij. Gjithashtu jemi shumë falendëruese dhe ndaj Këshillit të Fshatit që e organizon këtë çdo vit në përkujtim të ditëlindjes së tij. Ai sot do t'i mbushë 52 vjet dhe në nderim të veprës së tij nuk ka aktivitet më human se sa dhurimi i gjakut, kështu që për neve është shumë nder i madh. Ajo shprehet krenare duke thënë se familja vazhdon me këshillat e babait me synimin për ta bërë krenar edhe pas largimit nga jeta. Gjithçka që jena na sot si familje, si fëmijët e kapten Baki Ejupit është rezultat i këshillave, i veprave të tij. Domethënë na çdo ditë e kena motiv për me vazhdu tutje, për me i ndjek hapat e tij, edhe me bo krenar çdo ditë. Faredin Murati thot se ka ndarë shumë ditë të jetës me Bakiun dhe kur mori lajmin për këtë aksion vullnetar nuk hezitoi as pak të vijë e të dhurojë gjak. Javën e kaluar na njoftoi Imam Xhami që është aksioni i dhurimit të gjakut për nder në kujshia dhe shok që kemi pas dhe herojt të Kosovës që na mungon gjithëve, edhe është nder dhe kënaqëri me i përgjithë aksioni. Edhe kemi bërë pak kur farizitimi për me vullnetin më të madh, kemi edhe disa shokë që kemi marrë bashkë. Na kanë nderuar të jetën e tij edhe na do të mja kthye, na mëson Zoti mja kthye më të mirë. Gjatë pandemisë bile kam kaluar 50 herë dhurimin vullnetor të gjakut. Pak emocione e bën veten se edhe tensioni kur ma mohet pak e pota jashtë normale, po kur na kujtu Bakia edhe aktiviteti i tij na i palashëm, po them me të vërtetë është nder dhe kënaqësi i përgjithshme. Ai ka qenë një 2 vjet gjithë më i rrjedhë se unë, po jemi pas këshillë qysh pe kokën e vet demonstratave të 90 helmimeve që kanë ndodhur. Tani përgjegjës luftës qërimtare dhe jemi konë gjithmonë pothuajse e kemi bërë një farë garën me zveti për të mirë këtij vendit, ja kemi pas bërç. Tash më kujtu edhe prindi ndjerë theke edhe jetë me dhonë për vendin tonë ke krye obligimin më të vogël që ndaj vendit. Edhe organizatorët thonë se vendimi për ta mbajtur këtë aktivitet çdo vit është marrë si shenjë respekti për figurën e kapten Bakiut. Sipas Besart Ejupit, ai do të kujtohet jo vetëm si ushtar, por edhe si njeri që ka kontribuar vazhdimisht për vendin e njerëzit. Këtë vit është viti i dytë që organizojmë, edhe organizojmë nder të kaptar për ditëlindjet kapten Baki Ejupit. Si Këshilli i Fshatit ka marrë vendim që çdo vit aktiviteti për dhurimin e gjakut më majt për nder të jetës dhe veprës të kapten Bakis. Po 2 herë në vjet dhuroj gjak, është këto për nder të Bakis në fshatin Sekraqe dhe jemi organizator, edhe një anë në rasteve është në Pjetër Shticë, në rastin e 28 nëntorit, që i kam përveçme dhurimin e gjakut. Në këtë rast duhet me shpreh edhe falënderim për komunitetin e dhuruesve të gjakut, domthonë për transfusionin e gjakut, cilët janë bashkëpunëtorë shumë të mirë edhe
ju kam përgjigj kërkesës tonë. Normal është pak problem mi shtinë për data se ka kërkesat shumë ta për me dhuru gjak, po e falenderoj publikisht kështu që kanë gjetë kohën për më na mbështet. Ndërsa sa i përket dhuruesit gjakut, është po e ripërsëris edhe njerë është shumë e vogël nëse menojna që është veç komuniteti i fshatit. Se nëse menojna që i shkon veç komuniteti i fshatit, atëherë jetën edhe veprën e Bakisë e këshumë ndërtur veç me komunitet fshatit, e jeta e vepra e Bakisë nuk ka qenë e lidhë veç me fshatin, domethënë ka qenë kontribut shumë i madh për fshatin, për qytetin edhe për Kosovën. Domethënë ka humanitar që unë ndjek në komplet Kosovën, kështu që këto kem fatin këtë herë me pas pej tona qytetet të Kosovës, patëm pej Drenicës, pej Ferizajt, prej Prishtinës, e po shpresojmë në ardhmë numër edhe më i madh. Bakie Jupi vdiq në moshën 45 vjeçare. Përveç si ushtar, ai mbahet mend edhe për kujdesin që kishte për Podujevën, ku në çdo nëntor me bashkëvendas organizonte vendosjen e flamujve në pjesë të ndryshme të qytetit.